Operacioni policor i koduar Koordinata ka çuar në pranga një shteti të dyshuar për kultivimin e bimëve narkotike dhe mbajtjet palishme të armëve. I arrestuari është Myrtezan Hoxha, 60 vjeç, banues në fshatin Grashdan të Gramshit. Ai u kap nga efektivët e komisariatit të Gramshit, teksa kujdesej për disa parcela të mbjella me kanabis në një zonë pyjore pranë banesës së tij. Operacioni u zhvillua pas një hetimi një mujor në bashkëpunim me Prokurinë e Elbasanit, duke çuar në dokumentimin e veprimtarisë kriminale të shtetasit Hoxha. Gjatë kontrollit në banesën e tij, shërbimet e policisë gjetën dhe sekuestruan 2 armë gjahu të mbajtura pa leje, 2 radiokomunikime të ngjashme me ato të përdorura nga strukturat e rendit, si dhe 60 fishek të kalibrave të ndryshëm. Në vim të hetimeve është shpadhur në kërkim edhe djali të arrestuarit, banues në Tiranë, i cili dyshohet se ka bashkëpunuar me të hatin në kultivimin e bimëve narkotike. Të gjitha bimët narkotike të zbuluara janë asgjësuar në vendin e ngjarjes, ndërsa armët, municionet dhe pajisjet e komunikimit janë sekuestruar si prova materiale. Prokuria e Elbasanit ka nisur hetimin për disa vepra penale, përfshirë kultivimin e bimëve narkotike, prodhim dhe mbajtje pa leje e armëve luftarake dhe municionit, mbajtje pa leje të armëve sportive, si dhe mbajtje pa të drejtë të pajisjeve që ngjasojnë me uniformë të policisë. Policia e shtetit apelon për bashkëpunim me qytetarët dhe i fton ata të denoncojnë çdo rast të ngjashëm përmes numrit të 112 ose aplikacionit Komisariatit Digital, duke garantuar anonimatin e plot.